ДУ е против измените во законот за пратеници кои предвидуваат пратениците да немаат двојно државјанство, туку само македонско. Пратеникот Илир Хасани од оваа партија изјави дека само мал број луѓе од земјава немаат двојно државјанство и дека на овој начин според него ќе се дискриминираат многу лица кои сакаат да придонесат за доброто на државата. Македон mes veti po kanë hyrë në konflikt, neve kopilin të dera po dojnë me najlon, po s'shkon ashtu, po folim realisht. Le të merren vesh ato kush ka shteci dy fishte se kush s'ka, po mendon që neve na intereson sa janë shteci dy fishte në pastrojnë të çështje përmes tij. Absolut, është diskriminim klasik i diasporës tonë, me të cilën ne e respektojmë maksimalisht. Ne nesër nuk do mundet askush nga diaspora që të kandidojë për ndonjë pozicion këtu në Maqedoni, po në të njëjtën kohë si do kandidojë ai për депутат пrej диаспорës. И од Влен смета дека двојното државјанство не треба да биде пречка за избор на квалитетен кадар. Пратеничката од оваа коалиција Мимоза Муса изјави дека уставот му овозможува на секој граѓанин на Македонија да се кандидира и да биде избран на одредени функции. E drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur është shumë e drejtë demokratike dhe unë mendoj që në këtë sa i përket kësaj teme do duhet të jetë në shtetësia e dy fisht nuk duhet të jetë pengesë për zgjedhjen e një kuadri shumë kualitativ, qoftë për deputet, qoftë për ministra e të tjerë, por gjithsesi domethënë ne jemi të parimit që duhet respektohet kushtetuta dhe kushtetuta ja mundson çdo cili që është qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut të mund të kandidojë apo të emërohet në pozita. Инаку предлог законот влезе во парламентарна процедура по иницијативата на 5 пратеници од ВМРО ДПМН. Од СДСМ вела дека ќе ги поддржат измените, но ќе реагираат со амандмани за тие да важат и за актуелните пратеници, како и за функционерите.